Këtu është horoskopi e enjtë 6 mars 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Tani për tani po merrni situata që do të përfundojnë mirë. Në dashuri disa hutime, por gjithçka funksionon. Demi. Sot ka një blok të vogël, vonesa në zgjidhjen. Ekziston një farë shqetësimi për një antar të familjes që nuk është mirë. Binjaket. Duhet të harroni një ofendim dashurie edhe nëse një marrëdhënie është në rregull, përpiquni të jeni më afër partnerit. Shumë detyrime, edhe ju keni të drejtë të argëtoheni. Gaforja. Rimëkëmbja, dhe pikërisht kjo ditë lindi në një mënyrë shumë interesante, thirrjet e punës, disa menduan për paratë. Mundësia për të përjetuar një ngjarje që do t'ju sjellë gëzim, ose të paktën pak kënaqësi. Luani. Ju do të jeni paksa të nënshtruar sot dhe patjetër nuk keni pse të shkelni më shumë se sa mund të përtypni. Disa probleme të kota lindin me bashkëpunëtor dhe të dashuruar. Virgjeresha. Mundohuni të gjeni pak qetësi nëse ndjeni nevojë. Në sferën sentimentale është e nevojshme të rizbuloni pasionin e mëparshëm. Peshorja. Puna zë vendin e parë në jetën tuaj. Sot mund të bëheni të padurueshëm, fjalëkalimi është i qetë. Akrepi. Ju mund të keni një flirt të papritur. Rimëkëmbje e mirë në punë. Shigjetari. Edhe për punë duhet të shkoni përpara. Në dashuri diçka do të ndryshoj, por jo jashtë vullnetit tuaj, jini të kujdesshëm. Britsjapi. Ditë shumë e ndritshme dhe pozitive, plot vitalitet. Ju do të shkoni në kërkim të dikujt për të dashur, të favorizoni takime të reja. Ujori. Ka pasur tensione në dashuri, ka ndodhur edhe me ata që kanë pasur një marrëdhënie afatgjatë për të provuar një ndjenjë paralele. Një zgjedhje e rëndësishme për ju mund të bëhet jo para se të konsultoheni me një ekspert. Mundohuni të mos e lodhni shumë trupin tuaj. Peshqit. Çështjet e parave kanë të bëjnë me çifte që janë ende në këmbë, por edhe ata që nuk kanë qenë së bashku për një kohë. Familja ka qenë në një rresht për disa kohë, ose një situatë që ju duhet të përpiqeni të shëruar. Ju shqetësoheni për një detyrë pune. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.